Situata në rrugët rurale të Bashkisë Kukës po shënon përmirësim të ndjeshëm, duke mundësuar rikthimin e qarkullimit të mjeteve në pothuajse të gjitha akset që lidhin fshatat me qendrat e njësive administrative. Pas rreshjeve të dendura të shiut që ranë gjatë javëve të para të muajit janar, të cilat shkaktuan dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturën rrugore, strukturat vendore kanë qenë në gatishmëri të plotë për përballimin e situatës. Drejtoria e rrugëve rurale pranë Bashkisë Kukës ka ndërmarrë një sër ndërhyrësh emergjente, duke angazhuar mjete dhe grupe pune për pastrimin e akseve rrugore, sistemimin e dëmtimeve dhe rikthimin e aksesit për banorët e zonave të thella rurale. Falë këtyre ndërhyrjeve, shumica e rrugëve tashmë janë të kalueshme, duke lehtësuar lëvizjen e banorëve dhe furnizimin me shërbime bazë. Megjithatë, problematika më e theksuar vjen të mbetet segmenti rrugor në afërsi të fshatit Lojme. Në këtë zonë, një pjesë e formacionit shkëmbor me përmbajtje argjeolore dhe inerte është shembur, duke bllokuar plotësisht traseën e rrugës. Situata është komplikuar më tej nga prania e ujrave nëntoksor, të cilët kanë dobësuar strukturën e shpatit dhe kanë dëmtuar rënd të trupin e rrugës deri në zhdukjen e plotë të gjurmës ekzistuese të saj. Edhe pse nga ana e bashkisë është ndërhyrë menjëherë pas evidentimit të dëmtimit, hapja e këtij segmenti për qarkullimin e mjeteve mbetet e pamundur për momentin. Rreziku për rrëshitje të mëtejshme të masivit malor është i lartë, çka e bën të pasigurt çdo tentativë për kalim. Mjetet e drejtorisë së rrugëve rurale nuk mund të deportohen në këtë pjesë të rrugës, pasi rrëshitja ka përfshirë jo vetëm shpatin, por edhe vetë trupin e rrugës. Përballë kësaj situate po zhvillohet një studim i detajuar nga specialistët të fushës së gjeologjisë dhe inxhinierisë rrugore, me qëllim vlerësimin e riskut dhe gjetjen e një zgjidhje afat shkurtër dhe afat gjatë. Zgjidhja pritet të përfshirë ndërhyrje të specializuar për stabilizimin e shpatit dhe rindërtimin e segmentit rrugor, duke garantuar sigurinë e përdoruesve. Ndërkohë, Bashkia e Kukës ka paraqitur zyrtarisht një kërkesë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile, si edhe pranë Prefekturës së Qarkut Kukës, për mbështetje teknike dhe ndërhyrje të specializuar. Qëllimi është përshpejtimi i procedurave dhe sigurimi i burimeve të nevojshme për rikthimin sa më të shpejtë të qarkullimit në këtë aks jetik për banorët e zonës.